Integrimi i vendit në Bashkimin Evropian kërkon zgjerimin e kuadrit ligjor në drejtim të tregut të pasurive të paluajtshme. Drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Pasurive të Paluajtshme të Shqipërisë, Reinaldo Pipiria, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+ nga Vlora, thekson se Vlora ofron mundësi elitare në këtë drejtim dhe se aktualisht më shumë në qytetin bregdetar po blejnë prona polak, çek, gjerman dhe shtetas nga vendet nordike, pasi Vlora ofron një mundësi shumë të mirë për të investuar. Me informacionin që unë kam, kryesisht kur ne lëvizim nga pjesa e Shqipërisë qendrore ose Shqipërisë veriore, po themi nga pjesa e Shëngjinit në drejtim të jugut, gjithmonë më tepër lëvizim nga kombësia e shqiptarëve e shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni edhe në Kosovë, pra kombësia shqiptare, apo pak serve, gjithmonë më tepër drejt perëndimit. Kështu që në Vlorë personalisht mendoj që blejnë pjesa e polakëve, pjesa e çekëve, por blejnë më tepër gjermanët dhe më tepër pjesa e nordikëve. Pse? Sepse Vlora është një nga ato qytete të cilat ka mundësi të ofrojë një investim të real estate-it pak më elitar. Dhe kur them Vlora, jo vetëm Vlora brenda, po bashkë me pjesën e bregut. Dhe kapitalet të tilla kryesisht vijnë nga pjesa perëndimore e Europës, pra Gjermania, Hollanda dhe pjesa veriore. Drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Pasurive të Paluajtshme të Shqipërisë, Reinaldo Pipiria, zbulon se për shkak të investimit që do të kryhet në ishullin e Sazanit nga dhëndri presidentit amerikan Donald Trump, ka të interesuar për të blerë prona dhe për të investuar në Vlorë edhe shtetas apo biznese të fuqishme nga Amerika. Interesante është që për shkak të investimit që do të kryhet në ishullin e Sazanit nga Jared Kushner, ka gjithmonë më tepër interes nga përtej oqeanit. Pra, sot ka kontakte të cilët i drejtohen shoqatës tonë me informacione të tregut dhe këto kontakte vinë më ta në oqeanit, po themi pjesa e Amerikës. Jo më larg se të fundmi, po themi para 2-3 javësh kemi filluar bisedat me 3 shoqata të ngjashme në Amerikë, të cilët janë duke planifikuar të vizitojnë Shqipërinë nga muaji korrik e në vijim. Dhe kjo ka ndodhur vetëm për shkak të informacionit që investimet amerikane do të mbrinë në Shqipëri. Kështu që Vlora personalisht mendoj që Vlora ka një potencial të cilën nuk e ka as Durrësi, nuk e ka as Saranda. Për këtë arsye, ndërmjetësit e pasurive paluajtshme duhet të jenë të përgatitur që të shërbejnë një tregu elitar dhe të përgatitur të shërbejnë me një standard të lartë. Sipas kreut të Shoqatës së Pasurive të Paluajtshme të Shqipërisë, ka ardhur koha që në Vlorë të mos ketë mëzyra të ndërmjetësve të pasurive në përcepa pallatesh apo të palicencuara. Mendoj që ka ardhur koha që në Vlorë nuk duhet të ketë më ndërmjetësim të pasurive paluajtshme apo zyra imobiliare që nuk janë të licencuar. Zyra imobiliare të cilat hapen në përcepa pallatesh dhe i shërbejnë pas standarde këtij tregut. Mendoj që ky vit duhet të vendosi një theks dhe një gur kilometrik në këtë treg për ta sistemuar qytetin e Vlorës, i cili ka vuajtur si nga këto zyra që hapen në përcepa pallatesh pa standard, pa licencë dhe të pa formalizuar,